Nuk ka qetësi brenda Partisë Socialiste teksa debatet dhe zërat kritik vijojnë të dalin në sipërfaqe. Pas shqetësimeve të ngritura më herët nga Elisa Spiropali edhe deputeti socialist Erion Braçe, ka artikuluar publikisht rezervat e tij për mënyrën se si funksionon partia. Braçe pranoi se brenda PS-s ka individ që kanë përfituar poste dhe privilegje pa i merituar plotësisht, duke theksuar se një pjesë e socialistëve kanë mbetur pa vlerësimin që u takon. Ai u shpreh se partia ka investuar tek individët dhe jo e kundërta, ndërsa shtoi se shumë anëtarë të thjeshtë kanë pritur më shumë nga angazhimi i tyre ndër vita. I pyetur në Top Channel mbi përplasjet e fundit dhe konkretisht mbi raportin me Spiropalin, Braçe shmangu komentet për emrat veçantë, por pranoi se shqetësimet e ngritura prej saj janë reale dhe ndahen edhe nga të tjerë brenda partisë. Sipas tij, diskutimet e fundit tregojnë se ekziston një seri problemesh që kërkojnë zgjidhje. Ai theksoi se vetë fakti që në PS po flitet për rienergjizim, hapje dhe më shumë demokraci të brendshme, është një pranim i drejtë për drejtë se partia ka nevojë për reflektim dhe ndryshim. Megjithatë, Braçe u shpreh i rezervuar për të bërë publike debatet e brendshme, duke theksuar se gjërat e shtëpisë duhet mbeten brenda saj. Dje ka pasur diskutime brenda PS-s, përplasja në distancë apo edhe ball për ball e asaj që po ndodh në PS. Keni ju një mendim për zërat e ndryshëm në PS? Një koment që u diskutua dje ishte ai që mund të ketë bërë Rama drejtuar Elisa Spiropalit. PS-ja dhe unë jemi investuar tek ti nuk do të flasësh më. PS-ja ka investuar tek ne, jo ne tek PS-ja. Te Spiropali në këtë rast. Unë flas për veten, nuk preferoj të flas për emra. Unë mendova që gjëja nuk po i thuaj vetëm zonjën Spiropali, por edhe mua ose të tjerëve në sallë. Unë vazhdoj të jem deficitar në PS. Në PS ka shumë njerëz që nuk e kanë pasur mundësinë që unë kam pasur. Janë socialistë të thjeshtë në etapa të ndryshme, por edhe ata kanë pritur nga PS dhe nuk kanë marrë atë që meritonin. Ka të tjerë që kanë marrë më shumë se ç'kanë merituar, patjetër që ka plot. A është Spiropali rasti i tillë? Nuk jam mund të bëj gjykatësin e kontributeve në PS. Mendoj që është partia që përmes proceseve demokratike t'i jap atë që meritojnë. A ka përplasje brenda PS-s me Spiropali dhe Ramës? Për çfarë? Nuk preferoj të flas për gjërat e shtëpisë. E kam parimtimin që gjërat e shtëpisë mbeten në shtëpi, nuk dalin jashtë. Zonja Spiropali ka ngritur disa shqetësime që edhe qëndrojnë, edhe për mua qëndrojnë, edhe për të tjerë aty, edhe për kryeministrin qëndrojnë. Në momentin që themi që duhet të rienergjizojmë PS-n, që duhet ta hapim PS-n, duhet ta bëjmë më demokratike, praktikisht kemi pranuar një seri problemesh që duhen kuruar, thot Braçe.